Cili është rrezku më i mirë, më i vlefshëm dhe më i dobishëm? Rrezku më i vlefshëm është mirësia e udhëzimit në rrugt të Allahut. Mirësia e udhëzimit në rrugt të Allahut, pastaj 2, shtimi i diturisë në fe ose rreth Zotit. Nuk është pasuria më e mirë, rrezku më i mirë, se do ta kuptojmë nëse nuk është rrezik vetëm parja, edhe kerri i mirë, ose shtëpia e bukur. Nuk është rrezik. Rreziku më i madh se çkaç. Numër 1, rreziku më i vlefshëm është besimi në Zot. Ti më kon musliman. E dyta, me ta shtu Allahu dijen rreth Zotit edhe rreth fesë ti. E pastaj vazhdojnë sanet e tjera. Pra, rrezku më i mirë është ai që të afron te Zoti, te kënaqësia e Allahut dhe te xheneti. Ne shohim nga ky aspekt njerëz të cilët janë të devijuar, ndoshta ka pasuritë kësaj bote, por nuk do t'i bëjë dobi asgjë. Do të vi dita që ai do ta lë atë dhe në botën tjetër s'ka kur gjë.